kemi pas një bashkëpunim korrekt profesional. Besoj që do të jetë një sikurse vitin e kaluar, sikurse në zgjedhjet e kaluara pra të dhjetorit. Se ligji nuk është i favorshëm për koalicione parazgjedhore, nuk kemë po në iniciativë serioze në këtë fushë të drejtën. Aleanca do të garojë vetëm, asnjëherë nuk diskutohet për prag në aleancë. Është qartë që ekziston një afërsi e saj me Lidhjen Demokratike. Aja do të më lënë një listë qytetare, mandej kjo listë qytetare do të karojë së bashku me Lidhjen Demokratike në një koalicion. Kemi pas një bashkëpunim korrekt profesional, ndaj edhe parimisht. Besoj që do të vazhdojmë bashkëpunimin edhe tutje, nuk është se kemi marrë vendim formal deri në tani, por besoj që do të jemi bashkë. Si brenda afatit do të paraqesim kërkesën e koalicionit tonë. Besoj që do të jetë një sikurse vitin e kaluar, sikurse në zgjedhjet e kaluara pra të dhjetorit. Po që ligji nuk është i favorshëm për koalicione parazgjedhore, ne ka vite që kemi zgjedhur që të karojmë si parti, po kuptohet në kuadër të listës tonë kemi përfshirë aleat tjerë, cilët kanë dhënë kontribute, cilët kanë fituar mandatën në kohë të Partisë Demokratike, por gjithsesi ju mbetet organet drejtuese të Partisë Demokratike që të vendosin se si do të garojnë zgjedhje. Nuk kemë po në iniciativë serioze në këtë fushë të drejtën. Kështu që diçka hipotetike nuk mund e mas me komentu. Aleanca do të garojë vetëm dhe ndoshta do të marrim individ, po jo koalicione me ndonjë subjekt politik. Gjithmonë ti di kur shohen këto postime se edhe kësaj rrode Aleanca do ta kalojë progun, por ne e kemi kaluar progun edhe asnjëherë nuk diskutohet për prag në aleancë. Se janë dy rrugë të mundshme për zonjën Osmanit, të dy këto rrugë ndërlidhen shumë ngushtë me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Është qartë që ekziston një afërsi e saj me Lidhjen Demokratike për krejt historinë e saj politike. Tashti në këtë periudhë të shkurtë deri në zgjedhjet e ardhshme, unë nuk besoj që Lidhja Demokratike do të ketë mundësi që ta do të kooptoj zonjën Osmani në mënyrë të durë, sepse duhet kuvendi, rizgjedhja e kështu me radhë, do të thotë unë besoj pak edhe për çështjet që Lidhja Demokratike edhe një pjesë antarësisë së saj ende mban kujtesën për ta zojmë tradhtinë e saj, siç quhen ata, që ajo bëri në vitin 2020 duke kaluar tek vetëvendosja. Unë mendoj se ajo do të më lënë një listë qytetare, mandej kjo listë qytetare do të karojë së bashku me Lidhjen Demokratike në një koalicion të përbashkët.